ki borgje, ki të lashe, ki krizë ekonomike, mendon se kamata ka me t'i zgjidh problemet, mendon se bastoria sportive ka me t'i zgjidh problemet, mendon se kredia në bank ka me t'a zgjidh problemin, mendon se vjedhja ka me të i kalu këtë të lashe, ketë gadim me kije. Krejt këto janë dreshtë në lëke. Krejt këto janë shërë mbi shërë, ersir mbi ersir. Allahu Azza wa Jalla ka emërtu veten me emrin El Ghani. Na kemi problem se emra dhe cilësitë e Zotit si dim si duhet. Allahu është El Ghani, i pasurit. Ai që i ka kuptu këtë emër të Zotit, s'ka kur fukarallëk mbi këtë tokë. Fukarallëki nuk ekziston të një njeri që i ka kuptu emrin e Zotit mirë, saglam, tamam, El Ghani. Atë ka shku ndën mend me thonë dë njerë, El Ghani jo, aghnini bi ghinak. O ti i pasur, o Zot, pasuron mu me pasurin tënde. Ai ki thonë dë njerë njëtën tënde. O ti i pasur, o Zot, pasuron mu me pasurin tënde. Ai ki thonë dë njerë njëtën tënde. Që kam cigullon, kam fukarë dhe kam problem, kam atë, kam ketë. Ai ki lutë bëndë njerë të Rabbul Aleminin. Atë ka shku ndën mend dë njerë, me bo këtë do. Qka marë qëtohë që kam pa tjetër me marën e kamat? Pa tjetër është veç me vdekë, se i ki pa tjetër kamat me marë. Kredi me marë. E me shkuti me lujtë bastore sportive, e me lujtë bijaz duke me ndu se atje fati ka me tetë, atje veç sheri ka me tetë, atje veç shetoni ka me të marë për para, kur gjoma te për s'ki me bo. Trokit dere në Rabbul Aleminit, lutem më të pasurin që i cili kur jep, nuk i paksot pasuria dhe gëzohet kur i lipte. Pse nuk lip? Erdhën e pyetën Aliun radhiyallahu anhu dhe i thanë: "O emiri muslimanëve, sa njoni kam shumë borxhe. Kallzoma si ta zgjidhi këtë problem." Sa ka me ta mësu një dua që mu ma mësoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse beson vetni kur për këto duat ju? A i dini krejta? A krejt ju që këtu s'kini borxhe? A krejt ju që këtu kini thmi? A krejt ju që këtu kursini të mund? A krejt ju që këtu s'kini si hiren mesin e juve? A krejt ju që këtu i dini krejt që s'po vetni? Për çka na jemi këtu të pagum? O musliman, ju neve na pagujni për juve me ju shërbi. Na këtu marrë mi roga prej juve që këtu me konë non stop për me ju dhonë halë problemeve të juve. Që mos mu vetë vraj vladja qika jote aje kje ti mos bëjsh probleme në shpijën tënde. Për qatë na jemi të pagum. Uej, obligime kime me va thonë këta. Me qenë shërbimin e juve. Po ma shumë se Zoti ka bullë, s'po dini me thonë. A me vujin shpi 100 të lashe, 100 probleme. Me vujin shpi ki problem me bijën tënde, ki problem me djalin tënde, ki problem me rejen tënde, ki problem me sihir, ki problem me atmike, pse bez vetë kuje. Ki problem me borgje, s'di me a gjetë halin, qarën, as po vetë. Pse? Pse i ngojmë gratë. Shuj mës ta marin vesh, lene kjo është e jona. Mës marre vesh kushia, mës marre vesh konata, mës marre vesh daja, hala. Qka be ki ma vetë? Pse na marrë këtë deregje? I tha Aliu radhiyallahu anhu, tha thuj, o ti që ki borç, o musliman, që lisit, thuj që shtash me mu, thuj, Allahumme, aghnini bi fadlike ammen siwak. Allahumme, aghnini bi fadlike ammen siwak. A ki borç? Më shka marrë kamat. Thuj, trokit i derës të Rabbul Aleminit duas, o Allah, thoj, pasuron me pasurin tënde, edhe mos më ban miftjash për tjerit. Të që këtë dua, thuj, dilafe, a zdin edhe qëto dilafe mi thonë? E ki ma kollaj se me shku me marë kredi, e ki ma kollaj se me shku me lujt kamar, e ki ma kollaj se me shku me avell dikujt pasurin, e ki ma kollaj se të bësh, të fitojsh mal me haram, me rejna, me dalavera, duke vedh në vakë. Ma kollaj ki që këtë dua thuje. Që këtë dua thuje dhe zgjidhet problemi jotë. O gjema, vallahi, lafët ndoshta janë të nxehta, ma zemër ne kam shumë ma gjekë se këto që po i thamë. Se ne jemi muslimane dhe janë do punë që neve kurs ta kanë hije, kurs ta kanë pas hije, edhe kurs do të na kenë hije. Ne jemi musliman, edhe çdo zgjidhje për çdo problem tonë ne kemi Kur'anin, librin e Rabbul Aleminit, edhe na vetëm duhet me çel kitabin edhe me lexu kur gjoma tepër. Aty kemi hazër gjevapin. A dini çka problemi jon? Se na s'ngojmë o xhamat. Se na s'ngojmë, na duhet me bërtit me thonë, oj, gom që na ta ngojmë njëri tjetrin. Na kemi mrinë nga deregjes që 10 minuta hutbja, rinin kom, e dikush ndoshta edhe gutët, thot ma shpejt hotë se kam punë. Kam i kime sos punën tonde, ama ka dalë zgjidhe problemin, ban sabër, qeli sytë, qeli vesht, go mu që ka jam të thonë.
Se njerë njaft jam të të folë, edhe njerë njaft hiq kur gjo nuk është krasim me nevojët në që i kemi. Vallai prej dhimbjes për i thamë këtë, prej zemrës plas për i thamë këtë. Allah në lusim që çdo të smun tonin Allahu ta shëron. Çdo vëlla tonin që s'ka e vlat, Allah e vlat tjerë. Çdo borxhi tonin Allahu ta liron nga borxhi i vet. Allahu na zgjidhë lusim që çdo hallëxhi tonit Allahu hallin e vet t'ja zgjedh problemin e tij. Çdo të smun tonin nga sihiri Allahu ta liron dhe t'ja prish atë sihir, t'ja zgjedh atë lash dhe problem. Çdo burrë gru që kanë probleme Allahu atë lash dhe problem va largof nga mesi i tyre. Allahu na zgjidhë lusim që çdo burgos tonin Allahu sa më shpejt ta liron. E çdo kujt që është bë pa drejtësi, drejtësia ju ktheft atij sa